Për 90 ditë, Lulzim Basha qëndroi në këtë çadër, jo vetëm fizikisht, mes Edi Ramës e Ilir Metës. Marrëveshja orëve të para të mëngjesit të 18 majit e nxori nga çadra dhe e vuri në krah të Edi Ramës. Të dy bashk u vendosën përballë Ilir Metës. Edhe pse lëshojnë tirada kundër njëri tjetrit, të dy qartazi bashkohen tek shënjestra e përbashkët. Ai është Ilir Meta. Një peshë jo e vogël kjo për ish-kreun e LSI-s, që si presidenti zgjedhur e ka detyruar të impenjohet plotësisht në fushat për të përballur me kostot publike që i sjellin sulmet e dy partive të mëdha. Akuza reciproke, diskreditim dhe mllef i fortë janë karakteristikat e kësaj përplasje publike. Çfarë ndodhi javën e dytë të fushatës për zgjedhjet e 25 qershorit? Çka bie në sy është se mes Ramës e Bashës, ky i fundit duket më i ashpër ndaj Ilir Metës, edhe pse nuk është ai që ka qeverisur me të 4 vitet e fundit, por ka flirtuar her pas here me të në momente të vështira. Apo e godet valli Edi Rama Ilir Metën me duart e Bashës? Është Lulzim Basha ai që paralajmëron fundin e LSI-s më 25 qershor. Tregtarit Venedikut dua t'i them, ta marrë me shumë qetësi dhe dashuri faktin që SHPK-ja e tij do të shkojë drejt falimentimit total me 25 qershor. Sistemi i skllavërimit votuesve dhe klientelizmit politik merr fund në 25 qershor. Mos e shkel etikën se je presidenti zgjedhur qoftë edhe me pazarin e Republikës Vjetër. Lëre Petritin ta marrë faturën e falimentimit të SHPK-s. Bashës ju kundërpërgjigj shpejt Petrit Vasili, duke i quajtur mosmirënjohës, por jo me zë e figurë. Megjithatë, për të vërtetat e SHPK-ve të tua dhe shumë të vërtetat të tjera, që u ndi nga takime shumë të rëndësishme me qenë se edhe kandidati tjetër nuk po ta fishkëllen, edhe në respekt të demokratëve të pres të përballemi në televizion, shesh a ku të duash. Ky luli është një shans edhe për ty. E ndryshe nga Basha, Edi Rama është më elegant në goditje ndaj LSI-s. Pa e përmendur, e diskrediton duke i sjellë raste që thotë se i ka provuar vetë gjatë bashkëqeverisjes me Metën. Koalicionet janë të nevojshme për reforma dhe për programe, por duhet t'i çlirojmë njëherë mirë nga kjo lidhje nëndeshme që minon komplet administratën shtetërore. Administrata shtetërore nuk mund të jetë një federat. Republika është brenda shtetit. Kjo është republika e një partie, kjo një partie tjetër, kjo një partie tjetër, dhe njerëzit në shërbim të këtyre republikave. Ndërsa Lulzim Basha, edhe kur synon t'i sulmoj të dy bashk, e bën me batuta. Priteni mbajment, ai tjetri filloi duke rënë daullës në kukës sot e pat. Prite kur të filloi të kërcej dhe ky si Arusha Mira. Pas marrëveshjes surprizë që arriti me Lulzim Bashën, Edi Rama po provohet një nuancë i mirë i arenës politike. E kur temperatura elektorale ngrihet fort duke rrezikuar që t'i kthehet kundër, kujdeset ta ul, duke bërë mohimin formal se nuk ka një komplot kundër LSI-s, e madje këtë e bën edhe në emër të Bashës. Mos i dëgjoni radhët e katundit politike mediatik për bashkëqeverisje të paravendosur me PD-n apo për komplot kundër LSI-s e partive të vogla. S'ka asnjë plan për bashkëqeverisje dhe nuk ka asnjë komplot. Sërish pikpyetja e fortë mbetet. Apo e godet Rama Metën me duart e Bashës? Ministrat teknik të Bashës kanë larguar nga detyra një sër zyrtarësh që shkelin ligjin duke u përfshirë në fushatën zgjedhore. Shkarkimet mbështeten në një vendim qarkullues që mban firmën e Edi Ramës. Një pjesë e konsiderueshme të shkarkuarve janë zyrtarë të LSI-s dhe është pikërisht kjo e fundit ajo që reagon. Në një letër drejtuar kryeministrit dhe prokurorit të përgjithshëm e përdieni Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe OSBE-s, kryetari i LSI-s Petrit Vasili e quan abuzues vendimin numër 473 të Këshillit të Ministrave, pasi sipas tij i referohet një mbledhje që nuk ka ndodhur dhe se ministrat e LSI-s në qeveri thjesht janë vënë para faktit të kryer. Nëse Rama sqaroi shkurtimisht se vendimi ishte qarkullues e se nuk kishte patur një mbledhje qeverie, zëvendës kryeministria teknike Ledina Mantia dënon çka quan intimidim ndaj titullarëve të institucioneve për vendimet e marra. Ne konsiderojmë si të mirëqëna çdo veprim të kryer deri më tani nga ana e titullarëve të institucioneve, të cilët referuar ligjit në fuqi, kanë marrë masa administrative apo edhe adresuar çështje në prokurori, në rastin kur kanë evidentuar shkelje të ligjit në fuqi,
Dhe në këto raste ne dënojmë ashpër çdo intimidim i cili do t'i bëhet institucioneve, titullarëve të institucioneve shtetërore, ministrave, drejtorëve të ndryshëm. Ndërsa Basha e quan sukses pasi provon arsyetimet e opozitës muajt e fundit. Sigurisht që dërgimi i tyre në burg është punë e gjyqësorit, është punë e prokurorisë. Sot policia ka çuar për ndjekje penale Gledion Reovicën, deputetin e LSI-s, përsëri kandidat për deputet në Berat, pasi përmes një regjistrimi operacional të policisë, ai dhe drejtori i Beratit janë kapur një skemë korruptive. Ky është fati që pret çdo deputet, çdo kandidat për deputet, çdo pushtetar që mendon që në 2017 do të vazhdojë të zbatojë skemën kriminale 2013-s apo 2015-s. Rama e mbështet, duke e kaluar peshën nga LSI e duke rrëfyer se si sillen zyrtarët e saj. Këtë sulme bëri nga Berati, qark ku LSI ka ndikim, por edhe Bashkinë Kryesore. Unë kam qenë tronditur, por kam mbyllur gojën. Kjo është e vërteta. Përballë dëshmive të jo pak grave, që janë larguar nga puna për shkak se janë socialiste dhe kanë dashur të mbeten pjesë e Partisë Socialiste dhe nuk kanë pranuar të ndryshojnë partinë për të mbajtur vend e punës. Do thoni ju, po pse e ke mbyllur gojën? Sepse ka një logjik më të madhe, që është mbajtja bashkuar e koalicionit për të bërë gjitha ato reforma të rëndësishme, cilat s'bëheshin dot pa koalicion. Nuk vonoi përgjigje e Metës, po nga Berati. Kë grua socialiste ka hequr LSI-a këtu në Berat. Arta Daden, Valentina Lesken, apo shumë gra tjera të shquara e me kontribute për t'i zvendësuar me biznesmen. Kush i hoqi gjitha ato gra për të quar në parlament njerëz me probleme që për 3 vjet i hapën Shqipërisë një njollë të jashtëzakonshme, atë të dekriminalizimit. Teksa i kujtoi Ramës se kishte bërë gabim që zgjodhi Beratin për t'i hapur luftë, Lëvizja Socialiste për Integrim, Ilir Meta shkoi edhe mëtej me akuza. Ka 2-3 muaj që në krye të grupit punës ka ardhur një kumargji që gjithë ditën thur intriga, rrime kriminal dhe përdor segmente të policisë në Berat të implikuara me drogën për t'i bërë presion njerëzve që të mos rrinë me LSI-n, që të mos shkojnë me LSI-n. Nga Berati, Meta i foli Ramës me simbolikën e timonit që kryeministri e ka kthyer në metaforë të rolit që kërkon të ketë. Unë nuk e di se kush e ka penguar timonierin e deri tanishëm, sepse ai në krah të timonit ka patur Niko Peleshin, nuk ka patur njëri tjetër. Jepi një shanse të jetë pasagjer në këtë autobus që do drejtoj LSI-a për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kundër përgjigjen, ia jep Lulzim Basha. Leti bisa të doj Ilir Meta daulleve, nuk ka për të pasur më shi për tokat e SHPK-s. Tani Ilir Meta e ka të qartë se i ka të dy përballë, përpasoj i identifikon një lloj dhe kërkon vot kundër tyre. Unë jam këtu nga Shkodra, nga ky shesh burrash, të ftoj këta 2 rilindaset e tjerë, që le të përballen në një debat, ku ta duan ata. Ilir Meta i prezentuar në takim si president i vendit, i quajti karagjoz krerët e 2 partive më të mëdha në vend. Por se parë, sepse Shkodra dhe Shqipëria nuk ka më kohë për të humbur me Tomin dhe me Gjerin, sepse Shkodra ua piu lëngun Tomi dhe Gjerin. Nuk ka më kohë Shqipëria, nuk ka më kohë Shkodra për të humbur me këta karagjoz. Qetësinë e ka lënë pas kur u bën akuza të rënda me retorik të fortë politike. Do t'jetë një vot kundër atyre që nuk veprojnë interes të rinis, por të mafjes italiane dhe europiane për ta kthyer Shqipërinë në një grop të mbetjeve të rrezikshme të Italisë dhe të Europës. Interesante është mënyra se si kryeministri e shfrytëzon këtë situatë. Tani që edhe Basha ka orientuar shënjestrën kundër LSI-s, Edi Rama nuk humb kohë, por e paraqet veten si pranë Partisë Demokratike. Kryeministri nuk duket më problemi që vizatonte Basha për 90 ditë në Çadër. Tani ajo adresohet direkt mbështetësve të Partisë Demokratike. Në një zonë si hasi i Kuksit,
që njihet për mbështetjen e të djathtës, regjia televizive e Ramos fokusohej në balkonin e Selis Blu, ku demokratët kishin dalë për të dëgjuar fjalimin e kryesocialistit, që komunikonte me ta gjatë gjithë kohës. Ti që mbërtet që aty mos mbërtit se i thash Lulit, morë vesh apo jo? Bravo, numrin 2, se shiko, duke votu 6-ën, e qoni votën kot. Edhe në fund fare, fitoni vetëm ca deputet PD-s në opozit. Duke votu 2-shin, votoni PS-n, keni dhe PD-n. Votoj 1-2. Pra ndaj votoni 2, gjoni mu, do darin fjallët e mija. Mas datës zgjedhjeve mos e prishni zyrën, majni si qështë. Do vi unë nga jo zyra, do vi seriozisht. E do bëjmë bashkë fest për fitoren e Shqipërisë. Rrofshin socialistët dhe demokratët e Hasit. Gjithë bashkë. Të gjithë bashkë. Imagjino sa bukur do jetë sheshi kur të zbresin dhe ata edhe të jemi të gjithë bashkë. Që Partinë Demokratike tani e konsideron më pak problematike se LSI-n, këtë e konfirmoi në vendlindjen e Berishës në Tropoj. Nuk e ka aq problem nëse jepen ca vota për demokratët, por jo për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Do jepni votën Lulit? Gabimi madh. Po ca do ja japim? Se do thonë është çuni Bacës. Po të paktën do jetë në opozit. Po për çfarë do jepni vota partive që i duan votat vetëm që të marrin zyrat, e të punësojnë njerëz pa aftë. Padyshim që Ilir Meta po kalon periudhën më të vështirë në një koalicion, në eksperiencën e tij 27 vjeçare në politik, duke i patur kundër dy partitë e mëdha që identifikojnë si përfitues të pushtetit. Kjo e ka detyruar t'i përkushtohet plotësisht fushatës së LSI-s, pa merakun etik të një presidenti të zgjedhur. Forcë e parë dhe forcë e paparë në njerë në historinë e Shqipërisë. Me shumë kujdes, Edi Rama identifikon LSI-n si halli i përbashkët i dy partive të mëdha, që sipas tij janë marrë peng në koalicion. Do t'i marrësh kryeministrin po. Atëherë unë dua kaq drejtori, kaq agjenci, kaq inspektoriate, kapet një drejtor hipoteke për korrupsion. Shkon burg, vjen tjetri dhe tjetrin e sjell po ajo parti që ka sjell parin. Gjithë kjo histori është një histori që është histori pengmarrje. Dhe dy partit e mëdha këtu janë bërë pengje të këtij lloji ankandi. Edhe ky koalicion që ne ngritëm nuk e preku dot këtë kancer brenda administratës. Edhe durimi i Ilir Metës soset. E hedh tej devizën me qetësi, dashuri e pa xhelozi dhe shpërthen kundër Ramës e Bashës në studion e Roland Qafokut. Marrëveshjen Rama-Basha, të cilën e ka përshëndetur zyrtarisht, tani e konsideron komplot kundër demokracisë. Nuk shikoj asnjë lloj serioziteti në marrëdhënien e tyre. Nuk ka seriozitet? Në raport me zgjedhjet, në raport me fushatën. Është diçka e trukuar. Tashmë që marrëdhënia PS-LSI duket një kapitull i mbyllur, Ilir Meta tregoi ku qëndron problemi që ai ka pasur me Edi Ramën gjatë këtij 4-vjeçari bashkëqeverisje. Problemi i zotit Rama është që nuk e di se çfarë kërkon dhe se çfarë do të bëjë në këtë vend. Dhe nuk e kupton që të jesh kryeminist apo të kesh një pozicion caktuar nuk do të thotë të sillesh si pronar i vendit dhe të bësh çfarë të duash me institucionet, me demokracinë. Kesh në mendje vetëm një reformë për të përqendruar gjithë pushtetet në një dorë. Kjo është një marrëzi, ky nuk është një projekt, ky nuk është një vizion. Sulmi ndaj Ramës vijoi kur kryeparlamentari akuzoi kryeministrin si përgjegjësin e vetëm për drogën në vend. LSI ka marrë gjithë përgjegjësitë e saj, LSI ka reflektuar, LSI ka bërë dhe zëvendësime ministrash dhe në funksione të tjera. Përgjegjësi për drogën duhet ta mbajë Rama, nuk mund ta mbajë LSI-ja. Po ka që ashpër u tregua edhe me Lulzim Bashën. Jo vetëm egërsi nuk mund të quhet, ky është dëshpërim. Dhe aq më tepër kur të personon një politikan si zoti Basha, që trembet nga hija vet. Ai bën si forcë ka dhënë terror vetëm për vetëm me Edi. Nuk e di që aty ai ka mbaruar politikisht edhe moralisht. Para demokratëve, dhe para gjithë shqiptarëve. Po natyrisht Edi ja hedh aty. Si Rama dhe Basha ndjekin të njëjtën taktik. Nuk u përgjigjen akuzave të Metës, por sjellin shembuj nga qeverisja e tij. Edhe për vaksinat e dermatozës nodulare menduan xhepin e tyre. Edhe ministri i bujqësisë që na vjen tani rreth qaki na kërkon votën.
e ktheu në tender, këtë më kanë thënë kudo, në Elbasan, në myze që e ktheu në tender vaksinën, që du ta jepte me një herë dhe pas një kosto në dorë fermerit. Duan të rrëzojnë ligjin e arsimit lartë, sepse nuk fusin dot më duart, nuk bëjnë dot më qoka. Tek Lulzim Basha ishte shënjestra e zemërimit të Ilir Metës të njëjtën e javës politike që lan pas. Çka kishte mohuar ai dhe Basha gjatë protestës së opozitës, Ilir Meta e zbuloi në studion e Blendi Fevziut. Unë dhe jam taku me zotin Basha gjatë kohës së Çadrës. Nuk mund të them fshetas, po jo publike. Po jo publike, po. Unë i kam thënë zotit Basha këto gjëra, të cilat ja kam thënë edhe zotit Rama për çështjen e drogës, dekriminalizimin ke drejt. E pare kam thënë mos prit dali lësia në Çadër, mos prit nga unë të vetëm parlament votoj kundër Ramës. Ti ke drejt të kërkosh disa garanci, por nuk mund ta teprosh. Kam thënë edhe gjë tjetër, që ndoshta kjo ndikoi më pas, që ja kam thënë dhe zotit Rama, ndoshta kjo ndikoi dhe në marrëveshjen e tyre të Senate për të evituar këto koalicionet. I kam thënë që shiko, unë e kuptoj, i kam thënë zotit Basha që ti e i shqetësuar për një humbje përballë një koalicioni të madh, siç ishte koalicioni PS. Po, dhe normale. LSI, PDU etj. Nëse kështu, atëherë hajde të bëjmë një ndryshim te kodi, e kam thënë. E kam thënë zotit Rama, e kam thënë dhe ambasadorëve, dhe LSI-ja të dalë një koalicion me PDU-n, me një parti tjetër, PS-ja dalë me parti tjera, PD-ja dalë me koalicione vet. Të nesërmen Edi Rama ishte edhe më i ashpër me ato që i quajti shushunja të pushtetit, si zakonisht pa e përmendur LSI-n. Në 25 qershor, kësa historie të shëmtuar, kësa historie shushunjash, që ushqen me gjakun e njerëzve, me gjakun e ëndrave, të shpresave, të dëshirave, të nevojave, që kthehet në vot. Ne nuk lejojmë që ata që paguhen nga taksat për të qenë shërbëtorë të shtetit, të vinë të marrin shpirtin për të nxjerrë lekët me zor nga xhepi, ose për të marrë votën me zor si fis, sepse një nga fisi që nga në punë dhe atë mund të heqin, po që se fisi nuk voton për atë parti. Zyrtari më i fundit i denoncuar nga ministrat teknik të Bashës është Roland Gjoza, administrator i njohur i LSI-s në 102, që akuzohet se ka regjistruar 70 persona në adresën e tij për përfitime elektorale. Krah Gjozës, për të hedhur poshtë akuzat, doli nën kryetari i LSI-s, i cili bëri një akuzë edhe më të fortë kundër drejtorit të policisë së shtetit. E ftoi zëvendës kryeministre në cilësinë e drejtuese së task forces, që monitoron gjithë rolin e veprimtarisë administratës publike në zbatim të ligjit. Ta analizojnë me përgjegjësi rolin e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, i cili nuk mund të fshihet nën petkun politik. Dhe nëse u hoqën 10 apo 12 drejtorë që ishin pengu i trustit të drogës, karteli i drogës vazhdon të ketë nën kontroll drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit dhe po e përdor për ta instrumentalizuar policinë në rol politik për të goditur padrejtësisht kundërshtarët politik. A është vallë pjesë e marrëveshjes së 18 majit, unifikimi i shënjestrës Rama Basha tek LSI, duhet pranuar se me këtë lëvizje të çuditshme të javës së dytë të fushatës, të dy ja kanë dalë të tërheqin Metën në vorbullën e akuzave që marrin vëmendje publike, duke e bërë të reagojë fort, e duke gjetur edhe mirëkuptim mes ndjekësve të tyre për diskreditimin që po i bëjnë LSI-s kur është në pushtet. Mbi të gjitha, të dy e kanë larguar vëmendjen nga marrëveshja ende e pasqaruar publikisht mes tyre. Java e dytë e fushatës pati 3 protagonistë, Rama, Basha dhe Meta, si shënjestër e këtyre të fundit. Por kjo panoram ka dhe një dimension të fortë tragjikomik. Përtej diskreditimit reciprok, mbetet fakti kokfort se të tre janë në bashkëqeverisje, edhe pse fotot e ministrave teknik të Bashës mungojnë në faqen e qeverisë. Unë e di qeq nga Erion Braçja. Unë e di që bën Erion Braçja për ju dhe si ma nxin jetën. Por më mirë, 100 herë më mirë, të ta nxi jetën Erioni se sa koalicioni. Faleminderit. Ka pamje më të bukur se sa gjithë ky det me gra dhe pastaj burrat si kodër në fund fare.
Aty të rini. Rofshi o gra, o vajza, o yje. Rofshi se jeni këtu rreth djell për Beratin. Djell për Beratin. Edhe ju burra, shiko si janë, shiko. Edhe ju burra, dëgjoni gratë në 25 qershor. Por sot, 90% që ynë po e shef ndryshimin rrënjësor të qytetit Poliçanit dhe fal arkitektit Shqipërisë Socialiste, Zotit Edi Rama. Po e mbyll fjalën time, si që mbyllim ne dollin, me Abbas Alin. Unë ndihmoft Abbas Aliu, të ndihmoft Abbas Aliu, kryeministri im, miku ynë, ndihmoft gjithë ekipin e Partisë Socialiste, fitore. Uroj presidentit Trump, t'ja thuash këto që po themi ne, Trumpit, kur të shkosh atje. Nga e more vesh që do takoj presidentin Trump. Puna jote nga e more vesh, po mos në i hap sekretet kështu se do mërzitet e drama, se se takoj do. Jepi një shanse të jetë pasagjer në këtë autobus që do drejtoj LSI-a. Timoni Iko, tani let marri një tepsi si timon dhe të jenë të kënaqur si do qoftë edhe me kaq. Ti që mbërtet që aty mos mbërtit se i thash Lulit, more vesh apo jo? Bravo, numrin 2, se shiko, duke votu 6-ën, e qoni votën kot, edhe në fund fare, fitoni vetëm ca deputet PD-s në opozit, duke votu 2-shin, votoni PS-n, keni dhe PD-n, voto 1 merr 2, pra ndaj votoni 2, gjoni mu, do darin fjalët e mia. 2 gishtat lartë, i ka ngritur sot dhe Edi Rama. Më tha nona në Librasht, më mirë me ngrit 2 gishta se sa me ngrit 2 durët lartë. Mos mendoni që kur unë them na jepni më shumë fuqi se 4 vjet më parë, që ta kemi timonin e qeverisjes nën kontroll. E mos kemi tjerë në prerë që fusin dorën timon dhe ta luajnë timonin gjithkohës. E them se du më shumë pushtet për vete. Po doni më shumë pushtet për vete, Lulin e kishit akoma në çadër me rrobe banjo sot, me këtë diell. Edhe jo vetëm do ishte në çadër me rrobe banjo, po do ndërronte të ishte si unë dikur në plazh nga vapa. Tu luftu me Ilir Metën për timonin. Ka një javë, programi vetëm kol të uku timoni, po populli, timoni, thot, s'du gjë tjetër. Popullin se ka fare në sap. Si që nuk e ka patur në sap, 4 vjet me radhë. Tani ka një problem të madhë, se bredhne për qytete, tako njerës, dhe duhet me gjdo kusht i shmanget pytjeve të dhimshme, të realitetit dhimshëm që ka plakosur Shqipërinë. Pra ndaj bënd gjitha këto. Priteni, mbaj mend, a i tjetëri filloj duke rënë daullës në kukës sot, e pat? Prite kur të filloj të kërcej dhe ky si Arusha Mira. Do thoni ju, po si t'ja bëj unë që unë e kam zemrën ke Saliu, edhe ke zemrës Luli. Ti mbash në zemër, mbaju dhe fotografin në shtëpi po dush, po vota nuk është punë zemre. Se kur del këtu në shesh, edhe merë makinën, po që shku në Tiranë, nuk i thu shoferit, a je me PS-n, e po thot shoferja me PS-n, ti nuk shkon të marrësh karrocën që e ka një demokratë të nisesh me kalë për Tiranë. Ka një javë vetë me program të vetëm kanë Koltukun dhe timonin. Kush e merë timonin, 1 timon, 2 timona, popullin e kanë zjerë tek Aratares. Edhe po nuk e votove Lulin apo Saliu në këtë radhë, nuk i gjenë gjë. Ska që t'i gjej. Më regull janë ata. Punët e veta i kanë maru ata. Letë rinë atje në opozit, edhe ju, ata i shifrin televizor, të shmalleni,
kurse punën, ja u bëjmë ne. Dhe mua më vjen shumë mirë, se qarë nuk ju kanë thonë Saliu për mu, qarë nuk keni një gjuhë Qerekshekulli, ama sot, po të matemi me punët për Tropojën, unë me Saliun jam si Reali me Kuksin. Edi Rama, jo nga parlamenti, duhet heq fare nga Shqipëria. Se mos voto për Çadrën. Për cilë? Për Çadrën, se ata u bën me Edi Ramën. Ma mirë për Çadrën sa për Edi Ramën. Jo, për mu, më mirë për mu se për Çadrën. E vërtet. Në të gjithë drejtimet jeni prefekt. Shumë faleminderit. Kush të mori? Afrimi. Afrimi, Fale Çuni Afrimi. Xhajës. Ma jep Afrimi një fal. Ja ti folish. Afrimi, si e mirë, foli pak ti zotris, edhe foli mirë, ashtu si kur the mu. O Afrim, unë jam një miku I Tigjes. I Tigjes. Quhem Ben Blushi. Për momentin. Ben Blushi kam emrin, kam marrë me kërku të votën Tigjes edhe ty. Kanë Çuni Xhaj. Kënaqësi që flasim bashkë, Afrim. Tigja ma premtoi votën, po dhe ti do më japësh. Besoj po. Mirë, do të bini Tigja me votu për mu, edhe për librën. Barsaleta, batuta, me qitjane e me tuta, karikatura, tu luftu me Ilir Metën për timonin. Ka një javë, programi vetëm Koltuku Timoni, Koltuku Timoni, po populli, Timoni, thot. E la shomëlsirën për fund, keni të fala nga Saliu, keni të fala nga Luli, edhe tjeni të sigurt, Saliu nuk e thot, po është I bindur që Shqipëria është durë të sigurta dhe vetëm ne mund të bëjmë shtet. Spektakli politik, si e zeli, 4 vjet e zel kanë bërë, apo jo? 4 vjet telenovel, por ndërkohë njerëzit me tavolinat bosh, këta bënin e zelin nga mëgjesi deri në darkë, u takun, su takun, au puthën, au shan. Po doja është aty ku është, Luli ka dalë të shti dhe ju premton non e bab, bile kush ka nevoj që t'i ngjallët baba e nona t'i thot Lulit më ngjall, po nuk ja u premtoj, do ju thot votoni me 25 qershor se gjithë zgjedhësve tanë do t'ju ngrihet nona e baba nga varri edhe do t'i përqafoj për Republikën e Re.